E në një ditë prej ditëve, Allahu te bareke wa taala ju thot disa prej melekëve të tij: ja melaiketi ihmilu al arsh, ej melekët e mi, shkoni dhe mbajeni arshin. Dhe ata melekët shkojnë dhe mundohen që ta vendosin mbi supet e tyre arshin e Allahu xhallahu ala, por nuk munden se pesha e tij është shumë e madhe. Pastaj shkojnë tek Allahu xhallahu ala dhe i thonë: ja Rabbi, por ne nuk kemi mundësi që ta mbajmë këtë krijesë të madhe. Atëherë Allahu te bareke wa taala ju thot atyre pra melekëve: thoni la hawla wala quwwata illa billah. Thoni se nuk ka forcë dhe as ndryshim vetëm me Allahun. Pra përmendeni këtë lutje dhe këtë dua, la hawla wala quwwata illa billah. S'ka ndryshim nga një gjendje në një gjendje, s'ka forcë vetëm me Allahun xhallahu ala. Dhe ata melekët e thanë atë: la hawla wala quwwata illa billah, dhe e vendosën mbi supet e tyre arshin e Allahu xhelle xhelalu, të cilin e mbajnë deri në ditën e kiametit të madh. O ju robër të Allahut, arshi i Allahut ishte i rëndë, por në momentin që ata melekët u mbështetën Allahun, u dorëzuan para Allahut, e treguan fukarallokun dhe nevojën para Allahu xhallahu ala, se e gjithë forca në qiell dhe në tokë është e Allahu xhallahu ala. Allahu va barita leh subhanahu wa taala.